Qeverimi ka një ndërhyrje tjetër. Po shpresoj që nga regjia le të më bëjnë me dije që është në rregull gjithçka me përkthim edhe është duke shkuar në rregull. Faleminderit shumë. Zoti Trashić kur në histori, ai s'ka bashkëpunuar vetëm me zotin Kurti, nuk i nënshtrohet e ka kryeministër me marrëveshje politike dhe ka më shumë vota, prandaj është më legjitim për përfaqësimin politik të komunitetit serb në Kosovë se zotnia që ja konteston. Zoti Rashić si ka pas 50 terrorista, s'ka dosh me bëjnë inkursion në Kosovë, edhe si ka pas më shumë se 5 milion armatim me gjipa e me tromblona e me të tjera që ka pas Radojići i Lisë sërbe. Do ta kisha pyetur jo vetëm në aspektin retorik, sepse e kam të qartë. A e ki të qartë, zoti Arsenijević, që ky refuzimi jyti me ardhë mu ballafaqu? Këto emërtime që a jep të paqena, jo faktike, nuk qojnë kërkun. Jo politikisht po se po, nuk qojnë kërkun. Qojnë dështim, qojnë umnir, si pas mendimit tem. Po në dhe në aspektin e vërtetësimit të asoj që ju po pretendoni, e që është shtirë, sepse po t'ingloni bashkë si ata kriminellet që shkojnë në burg për vrasje, e kur i pysin ata inmejtës, ata të burgosurit, natyrisht që e kam e thonë një valla s'kam fajune, unë kanë shti pa drejt. A e ki gjetë një të burgosur politika, e dinti, se unë zdi që dhëtë, po valla, më kanë gjetë e kënë vra, më kanë shti në burg me merit. Krejtë thujnë s'kam faj, po ma kanë bo qështu me hile, se unë e bolë buri mirë jam. Pra ndajt lutëm, adin prapë dhëm, në smatrajt e nam glupi mirë nismo, një se trudi. Pa qëfar? Po si e ti burgosun politik, zoti Arsenijević? Gashi se nuk jeni me përkthim. Po s'ka të burgosur politik në Kosovë, mos u ban patetik. Mos e nuk zem bes, as vetja jote nuk zem bes shka po dhu. Burgosur politik. Ti ki parti politike të regjistrume, ke marrë pjesë në zgjedhje, ke orë në studio në kry qytet këtu, problemin e kitë që se një realitetin. E do këtë Rashići i nështrum të Kurti. Qyshajnë tjetër erë Kozlobotan Petrovići e të tjere. Pranoje, po normal që janë bo nërvoz, edhe do të bona nërvoz, se po mundosh me gëni. Gash, e dëgjojmë Arsenijevićin, urdhro Arsenijević. Smirite se malo, smirite se. Ja nisam iznerviran. Nemoj da lažeš, ja neću da se nerviram. Nemoj da se nervirate, smirite. Nemoj da lažeš, ja neću da se nerviram. Pričaj kao ljudsko biće ako možeš. Okej, e dëgjojmë. Sad ćemo pre svega, ja sam rekao da Para se gjithash, unë thash meni kroz glavu sve prolazi. që në kokë më ka kaluar gjithë shka dhe u them Pričamo o izborima, izbori jesu bili... Nëse flasim për zgjedhjet, kanë qenë shumë të vështira, kanë ardhur miliona edhe nga Serbia, kanë ardhur miliona edhe tek Rashići, nga një organizatë jo qeveritare nga Gjermania, kanë ardhur miliona që i ka përdor ministria dhe ne kemi luftuar themi pas një cent. Kemi pas edhe votat e komuniteteve jo shumicë. Ka pasur gabime dhe tek ne, kemi pasur 14 votat e tilla. Dhe megjithatë ne kemi më shumë legitimitet për përfaqësim të komunitetit serb. Kishte qenë më smire edhe ne të ishim në parlament dhe nga parlamenti t'i mbrojmë të drejtat e komunitetit tonë. Natyrisht e kemi qëndrimin tonë që të mos heshtet, të prezentojmë qytetarët. Unë nuk kam guruar të paraqes as problemet e shqiptarëve dhe në nevojë do të paraqitin e problemeve të mbroj edhe ata. Po veç po duke që s'ke guruar edhe me bje tromblona edhe granata. Ashtu faktë të tregojnë në shtallën tone. Tash a janë tuat, as janë tuat, ti edhe po ik, mos më ardh me vërtetu. Këto është problemi, se po t'ingloni patetik. Opa pra.
Prandaj duhet të vish edhe të dorëzohesh të organet e rendit me krejt garancionet e bashkësisë ndërkombëtare që s'do të bëhet pa drejt. Po jo pi komoditetit Serbis. Ma i sigurt jetë Radojčići atje në Serbi, duke akuzuar në mënyrë paradoksale që ka ndoshtë edhe lista sërbe, atje Radojčići edhe kfjell edhe vron, se sa këtu në Republikën Demokratike, ku edhe në që studio që pëndën shmën, ke ardhe dhe ki nxjerr flamurin sërb. Në që studio ku edhe unë kam qenë prezent. Kaq drejtat po të shkelen, zoti Arsenjević, kaq paranoja ki, prandaj del patetik edhe del i rejshu, po ajo është puna jotja. Koliko teško pada ta srpska zastava. Nuk e di sa rëndë vjen ky flamuri sërb. So është e vërtet. So ish pe kesh përdoron studiot. Svi vaši gostovanja malo Po qashtu është e vërtet. Jo mu shumë ma pak unë pengon flamuri sërb, se sa që të pengon ty Republika e Kosovës edhe realiteti këtu. Prandaj muë së më kanë gjitë në rashk, të më shefu nëhër, tromblona, po të kanë gjetë në shpitone, në portonin gjetun tromblona edhe bomba, granata, aknena, shivet edhe së paku dyshohet që është evidente që mbrapa petkut politik se kaç pe përdor dhe kaç po mujna me të lezu pe përdor faktin që ti nuk pritesh me bojt flamurin e Rusis. Fakti që i taku me përfasus Amerikan, ish përfasus ta shovinjerin e Escobarin, nuk të preashton që ki me moj flamurin sërb. Gash, vetëm pak. Që dio me moj flamurin e Rusis në Malishev. Gash, vetëm pak. Prit Arsenjević, prit gash. Nuk duhet ta vendosim në funksion bashkëbisedimin për ta bërë gjyqin nga studio ose në çfarëdo varianti, sepse ne jemi në funksion natyrisht të interesit publik. Interesi publik është që procesin e drejtësisë ose procesin gjyqësor në këtë situatë ta bëj drejtësia. Arsenjević, po mos ta bëjmë nga këtu që të thëmë që e ka bë, sepse Arsenjević është i pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia e tij. Me prezumim të pafajësisë. As një sekond kushtrim kërkush në studio nuk i tha, zotëriot në fjalë që ato armë janë tujat, nuk i tham. Ako niste rekli ste jedni i drugi. Bashe tonën, jo tuat. Po ti s'po vjen me vërtetu që s'janë tuat. Mundesh me gjetë me këthy asë njerë nuk kemi thonë që ato janë tujat. Jo, e vendosi pak blerimi pak në një akuzë ajo më të është gjetë në pronën tuaj dhe ju duhet vini këtu dhe ta vërtetoni a janë tuaj apo jo. Qaq? Nuk kemi thonë. Jo. As gashi as unë s'kemi thonë që ato janë tujat. Arsenjević mos harroni gjë që kjo është studio e vetme që i debaton këto çështje edhe në studion time vinë të gjithë politikanët, edhe ata sërbët dhe natyrisht kanë të drejtën ta flasin objektivisht vërtetën e tyre dhe ta ballavaqojmë këtë. Mos e harro këtë asnjëherë, sepse këtu jemi duke diskutuar. Prandaj po insistoj që ne duhet jemi në funksion të drejtësisë, edhe drejtësin duhet ta ketë në dorë gjykata, ndërkohë që ju e shihni që ka këtu dilema, po, e qartë, po ju e shihni që këtu ka dilema gashi sidomos, ka më të theksuara, ka dilema Rama. Prandaj këto dilema dhe këto dyshime që janë në raport me gjithë veprimtarinë tuaj politike, por në raport me këto tjerë. Jo, po nuk po e bëjmë gjyqtarin. Prandaj po them është me rëndësi që ju të vini edhe ti të bashkëpunoni me drejtësinë, edhe të hiqen dilemat, zoti Arsenjević. E jani në Prishtinë ose e jani në Mitrovic, edhe shlyni këto dyshime që janë nga opinioni publik. Shlyni këto dyshime që janë nga Gashi, nga Rama, nga gjithë ata që po na shohin. Vish me guxu. Ja kroshka. Da dođem i stavim glavu na svećin. Të ve dhe ta ullë kokën në trup atje. Ovo je zloupotreba, ka Jo është keq përdorimi i hapësirës publike, zoti Arsenjević. Kërkush s'po ta lyj paso interesu për kokën tonë. Još jedno dozvolim, Gaši. Budi parlamentar. To što kažeš ti da si ja ovdje... Ajo që thua, që unë djem komot, nuk e di nëse e ke lexuar tekstin e një medi pro regjimit të në Serbi, Ja mislim da dhe
nisam ja toliko omiljen ovdje. Unë mendoj që nuk jam aq i pranuar me dëshirë këtu, i dashur këtu, që të kuptohemi. Da mi stavljaš Dhe uopšte, da me stavljaš u Po atash, Okej. nuk mund të to vendosësh s'pja din në renin, kontekst. atje s'un pe ban venin, s'po di ku po do mora atu. A vedi di ku dush mora atu. Da sam, Tu atje, a vedi, više bih volao da sam bio tog dana. Thash unë. Më shumë kisha dashur po të isha ndodhur në shtëpi atë ditë, pra atë ditë të jap deklaratën dhe po atë ditë para se të dalë sveçla Se publike. da unë ndërprej pak, po shpresoj e vendosim, edhe njerë, regjia, se jemi në lidhje direkte. Po shpresoj që jemi në rregull tani. Nadam se da je ponovo u redu. Ja ku e kemi, po, shumë mirë. Arsenijevich, vetëm pak se kemi me zë. I da se na vreme odreaguje, da meni ne može niko da postavi panj Askush nuk mund ta shtrij sekiru, trupin dhe sëpatën e mprehur